emërore, gjinore, fatur. Patjetër, dhe do të jetë të njëjtin standard. Jo, dhe kur vjen puna, okay, në rregull. Kur vjen puna për Partinë Demokratike, ti thoj se di, prisë do kur. Po unë nuk thash se di. Unë thash Partia Demokratike do ta deklaroj sipas ligjit faturën duke bërë çdo gjë ashtu siç e kërkon ligji. Nuk do ketë asnjë gjë të fshehur, transparente. Tani, kardinalja si temë në Partinë Demokratike është SPAK-u. Unë e di qëndrimin tënd për SPAK-un. Ti nuk e ke cilësuar vetë personalisht, nuk e ke artikuluar organizatë terroriste dhe Altin Dumanin një krye kriminal. Vetë ju nuk e keni artikuluar. A i keni thënë një Zoti Berisha, këtu jeni gabim? Nuk e kanë pasur këtë diskutim me Zotin Berisha, kolegë të tjerë që mbulojnë këtë fushë kanë pasur dhe ne kemi diskutuar mes kolegëve këtë çështje. Kjo nuk është ndarë me fushë, kjo politikane e nivelit lartë, ti nuk je atje në fund. Olandi, nëse më lej që ti të përfundoj unë një mendim, unë e përfundoj, nëse ti s'do unë se përfundoj si. Je mësuar një çik kështu në Fare. Po ti kur thuaj një gjë gabim unë nga ndryshim. Po s'është gabim, le ta përfundoj. Nuk më ka rastisur që ta diskutoj këtë gjë. Kolegë të tjerë kanë diskutuar, mes kolegëve ne kemi diskutuar me njëri tjetrin. Dhe qëndrimi im është i qartë, është publik, nuk është as mbi palët, është transparent. Unë në SPAK kam çuar 15 dosje vetëm për inceneratorët. I kam çuar në kohë. Shumë kolegë të tjerë kanë çuar dosje. Po më le ta përfundoj pra. Si çuni ju atë dhe pastaj thonë organizat kriminale. Pikërisht më le ta përfundoj. Dhe ne besojmë ke institucioni dhe ke forca institucioneve dhe prandaj e bëjmë këtë. Që ka në SPAK prokuror, të cilët janë të influencuar politikisht. Kush është? Të cilët nuk kanë ndoshta parimet më të mira të integritetit. Kush është? Ka pafund, me emra nuk përmend askënd. Atëherë mos e thuaj pastaj. Brenda Partisë Demokratike sigurisht që të përmend këtë duash. Jashtë Partisë Demokratike në drejtësi unë nuk jam dhe s'kam qenë dhe s'kam për të qenë kurrë ashtu siç ndodh me përfaqësuesit e majorancës, që është i mirë për mua dhe i keq për kundërshtarin. Jo, një të gjë them unë këtu, po ju e aderoni në një parti që zyrtarisht e keni cilësuar SPAK-un organizatë terroriste. Ti do më japësh mundësinë muaj që të flas për këtë çështje, se kjo është e rëndësishme, nuk e bëjmë dot me zhurmë. Atëherë, dhe mendoj që ka njëkohësisht edhe prokuror të guximshëm në prokurori dhe gjykatës të guximshëm në gjykatë, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve, nëse lihen pa presion politik, pa sulme, pa intimidime, bëjnë punën e tyre. Rasti i Erion Veliajt është rasti që kjo tregohet. Nuk janë të gjithë njësoj. Edhe në politik nuk jemi të gjithë njësoj, se the pak më përpara që gënjejnë. Një herë të vetme më tregon mua kur në politikun s'kam thënë vërtetën. Një herë të vetme më tregon kur nuk kam pasur interesin tim më të mirë publik, interesin publik në më të mirën time. Nuk kam patur rastin. Nuk e kam pasur. Nuk kam patur rastin ti them Sali Berishës. Se kam pasur rastin që të diskutojmë për shumë gjëra të tjera kam thënë. Po nuk është gënjeshtër. Kjo është e vërteta. Po nuk kam pasur rastin. Po s'kam pasur rastin ta diskutoj. Berisha ka qenë i zën Berisha apo ka qenë i zën ti? Shiko, ndryshe nga çfarë juve mendoni dhe nga ndryshe nga çfarë ju aludoni, ne gjërat i diskutojmë shumë hapur. I diskutojmë dhe mendimet shumë hapur. Atëherë pse se ke pasur rastin pra? S'm ka rastisur për këtë çështje do ta diskutoj. Dhe nuk është fare gënjeshtër. Zoja Bagu, je kënaqur që është arrestuar Erion Veliaj? Je lumtur? Unë nuk i uroj askujt nga pikpamja personale që ti ndodhi kjo që i ndodhi Erion Veliaj. Çka ka ngazëllim në Partinë Demokratike? Po do ma lësh, po ti ma lë që ta përfundoj një fjali se dakord ke tjetra nuk binim dakord, po më lë këtu. Nuk i uroj askujt nga pikpamja personale. Edhe më vjen keq ndonjëherë kur arrestohet një politikan, njerëzit ngazëllehen, si thua ti. Ka edhe lumturi. Sepse ndoshta mund të jetë krijuar edhe një imazh i gabuar. Por në rastin e Erion Veliajt është politikani i cili ka abuzuar më shumë, ka abuzuar pafund dhe është politikani i cili e ka kthyer Bashkinë e Tiranës në një makineri përveç se votash, përveç se abuzimesh, përveç se korrupsioni, po edhe për përfitime personale. Që di gjykata, Ato që thot gjykata po themon. Po të të marrë një rast për shembull sepse është Partia Socialiste me dy standarde. Un kam 3 çështje gjyqësore me zotin Erion Veliaj. Më ka akuzuar për shpifje mua. Janë proces, po një sikur e fitoi. Më lë ta përfundoj. E kam akuzuar unë atë njërën për shpifje, pastaj më ka akuzuar ai mua për inceneratorët. Unë e kam akuzuar për shpifje sepse kur ishte fushata e kaluar dhe kur ishte çështja e inceneratorëve, ai filloi që të ashtu siç ka makinerinë e tij të baltës, të sulmoj këdo, filloi të më sulmoj mua. Se më perceptonte rrezik se unë po i nxirrja çështjet e inceneratorëve. Dhe jam në gjyq me të. Ai dikush është gjyqtari që i ka dhënë të drejtë në një seancë atij? Erion Bami, që është pikërisht gjyqtari që ka tani, që i ka dhënë
të drejtë prokurorisë. Jo, në çështjen time i ka thënë Erion Veliajt. Po pra këtë. Ndërkohë që në çështjen e Spakut që ka i penalen i ka dhënë të drejtë Spakut. Ky është doppio standardi. Ishte i mirë Erion Bami, bëri status Erion Velia atje, tha, ka një gjyqtar, tha, që ka dhënë një çështje drejt, tha, kanë fituar me Jorita Tabaku, media. Tani Erion Bami i jep vendimin tjetër, është i keq. Gjyqi nuk ka mbaruar. Sigurisht, është proces. Tani, sot ka ndodhur diçka në Bashkinë e Tiranës. E pa konceptueshme. Tash një pyetje kam, firma Erion Veliajt është jo? Po sigurisht. Po mua më duket sikur kanë çik më ndryshe. Po, këtë ta shohin ato që merren me këtë punë. Që ke bërë specialistë e firmash. Jo, se i shoh, domethënë, ke inceneratori Tiranës i kam lexuar letra pafund, firma e ke parë një, po mirë pa, tani këtë gjë nuk mund ta themi dot as. Jo, po e them unë është ti po e ngreu si dilemë. Ma shpjego edhe në aspektin teknik zonja Tabaku dhe në aspektin politik. Si funksionon kjo? Sepse tani zoti Veliaj ka dhënë një urdhër sot që zonja Sara Goxhaj në kryetare e bashkisë të jetë kryetare e bashkisë. Pra, shkarkohet zonja Anuela Ristani. Shiko tani, që kur ndodhi herën e parë emërimi i zonjës Ristani, që shkon atje kryeministri. Atë bëri kryeminist. Po jo, urdhri i kryetarit bashkisë ishte, sepse nuk ka urdhër, nuk ka se si ta bëjë kryeministri. Ishte urdhri i zotit Veliaj. Ishte urdhri i zotit Veliaj që sipas ligjit duhet kishte shkuar në Këshillin Bashkiak për tu konfirmuar. Do të thënë duke thënë që këtë emërim ose komandim e bën me një vendim Këshilli Bashkiak. Bëhet me një vendim Këshilli Bashkiak. Si vendimi që mori në Himar, Këshilli Bashkiak. Si çumblodh Himara për kryetarin e bashkisë. Po çfarë ndodhi konkretisht? Sepse pushteti vendor është i zgjedhur, nuk është një pushtet i deleguar, i emëruar që ai e delegon dhe jep dorëheqjen ai dhe ja jep. Çfarë ka ndodhur një gjë që se dim ne? Tani, unë nuk e di se çfarë ka ndodhur, po për mua ajo që ka ndodhur sot në Bashkinë e Tiranës, to urdhrat pasues dhe ajo lufta e brendshme është shembulli konkret i asaj kënetës dhe atij llumi që flet Edi Rama. Luftë bandash. Mos e hap të kënetën se pastaj Rama nxjerr bufin edhe. S'ka lidhje fare, i kanë vetë aty brenda. Llumi dhe këneta është pikërisht kjo, luftë bandash për Bashkinë e Tiranës. Ky është. Nuk ka asnjë për Bashkinë e Tiranës. Po mirë, zoti Velia është në rregull, më thonë ju. Jo, unë them që nuk e di se çfarë ndodh, se çfarë po. Sepse edhe zonja Kuko që është kryetare e Këshillit. As në rregull nuk është kandidate. Po jo, është kandidate, ajo s'ka. Duhet të shkonte ai, zoti Veliaj duhet të shkonte përsëri në Këshill Bashkiak, pavarësisht se është nuk është. Këshilli Bashkiak ka një sekretariat, ka mënyra se si është institucion vetë Këshilli Bashkiak. Do të thënë ju jeni duke thënë që duhet ndiqte procedurat nëpërmjet Këshillit Bashkiak. Ligji i pushtetit vendor i njeh Këshillit Bashkiak kompetencat veta siç ai njeh kryetarit bashkisë. Këshilli Bashkiak për shembull e ka në dorë buxhetin, se ka kryetari i bashkisë. Lidhur po me Bashkinë e Tiranës, zoti Veliaj për mos gaboj deri në datën 10-11 maj është ai afati që plotësohet që nuk paraqitet në punë. Si është rregulli zonja Tabaku? Se ju keni një eksperiencë duke qenë në kryetare bashkisë. Normalisht fakti që nuk është prezent atje në detyrë dhe në punë, normalisht duhet që të ezaurohet mandati i tij dhe Bashkia e Tiranës duhet kishte shkuar në zgjedhjet parakoshme, them drejtën. Bashkia e Tiranës në momentin që kryetari i bashkisë ka shkuar përpara drejtësisë për një aferë kaq të rëndë, ai duhet kishte dhënë dorëheqjen. Dhe kjo nuk ka ndodhur dhe nuk është Bashkia e Tiranës e para. Ka disa bashki tjera që janë po kështu. Sot kemi 20 bashki të Tiranës që i kemë zëvendës kryetar. Nuk kemë të zgjedhur, i ketë komanduar ato të gjithë. Jo, janë disa që duke vendosur kandidaturën për deputet, ata kanë dhënë dorëheqjen. 2 ose 3. Ka disa të cilët janë 4, 4, po. Domethënë një numër i vogël. Ke një pjesë tjetër të cilët janë dorëhequr dhe këto emërojnë. Po ato mund të bëhen bashkë dhe bëhen zgjidhje pjesë në zonja Tabaku. Mund të ketë një zgjidhje bëhen bashkë, ne po flasim për një politikë për qytetarët. Dhe politika për qytetarët është që në momentin që ti ke një akuzë kaq të rëndë për pastrim parash, për korrupsion, për bashkëpunim me krimin e organizuar, për ndryshim rezultati elektoral, për kush e di se sa Erion Veliaj, morali politike do të thoshte që ai duhet ta jepte dorëheqjen. Duhet ja kërkonte Partia Socialiste. Partia Socialiste duhet në momentin e parë të thoshte që jep dorëheqjen dhe Bashkia e Tiranës duhet kishte shkuar në zgjedhje. Zonja Tabaku, në 11 maj është një lloj gare që përcakton shumë gjëra. Para njëherë Partia Socialiste është në ekspansion se ka 3 mandate. Në ekspansion në bilanc thash. Në bilanc të mandateve, po patjetër. Dhe ju keni 3 mandate në opozitë. Nëse Partia Demokratike humbet dhe 11 maj, ç'do ndodh? Nuk ka asnjë arsye që Partia Demokratike ta humbas 11 majin.
Partia Demokratike i provoi shumë njerëzve që shumë të pamundura. Në qoftë se do më lësh ta përfundoj fjalin, se sot ky diskutimi jon. Të lutem, mos bëj viktimën, të lutem. Ka shumë arsye që Partia Demokratike të fitojë. Partia Demokratike i provoi qytetarëve, njerëzve që shumë gjëra, shumë tabu u thyen. Kush e mendonte që me gjithë këtë sizmën e fortë që ne thamë dhe shkundjen e fortë, do ishte në këmbë Partia Demokratike. Është në këmbë sot dhe është sot përballë elektoratit me mundësi reale për të fituar. Dhe unë e shoh të njerëzit, e shoh tek ato që takoj, e shikoj energjinë te strukturat e Partisë Demokratike, po e kam parë energjinë mbi të gjitha tek diaspora. Diaspora ka pas një mbështetje të jashtëzakonshme. Po, më fol diçka për diasporën, se përsëri do t'i kthem se po është një temë shumë interesante dhe kam shumë për zëmër. Si e parashikon diasporën? Tani është hera parë dhe është vështirë që ta parashikosh. Është hera parë që nuk e kemi testuar ndonjëherë, por unë di që një pjesë e madhe këtyre njerëzve janë larguar nga Shqipëria prej kësaj qeverisje. Edhe për opozitës. Opozita nuk ka qeverisur. Opozita sigurisht nuk ka ardhur në pushtet. Nuk ka qenë alternativë. Nuk ja ka dhënë njerëzve shpresën që të mos largohen nga vendi dhe të rinë këtu. Kjo është e vërteta. Po, ndërkohë që janë larguar prej tyre, ka pas një presion shumë të madh ndaj administratës për familjarët e tyre që jetojnë jashtë, ato e dinë se sa është varfëruar Shqipëria, ato e dinë që Shqipëria sot është edhe më e varfër dhe me pensione më të ulta, i kanë të ardhurat që ato sjellin të zhvlerësuara, sepse sjellin më pak para ke familjet e tyre, më shumë para ke familjet e tyre, e dinë se si jetojnë prindërit pensionistë, se sa e vështirë është jeta në Shqipëri, dhe unë kam shpresë që diaspora do e mbështesë Partinë Demokratike. Qofse humbet Partia Demokratike sepse po nuk kanë qofse humbet tani. Ne jemi në fillim të një fushate. E mësuar mirë këtë. Ne jemi në fillim të një fushate elektorale e cila nuk keni mbajtur një premtim zonja Toba. E cila po na çon në një përballje jo për Partinë Demokratike, një përballje për demokracinë. Zonja Tabaku. Dhe unë besoj që kjo është një sfidë për demokracinë. Nëse nga sondimet bëhen bashkë të gjitha ato pjesët që nuk janë të Partisë Socialiste, pra Partia Socialiste më vete, dhe ju gjithë të tjerët, gjithë kjo pjesa tjetër është më e madhe se sa Partia Socialiste. Ju sini bërë bashkë, premtimi kryesor që ka bërë rithemelimi, sepse ju tani jeni te rithemelimi, tek Partia Demokratike patjetër. Po, se në ato momente pa e marrë këtë vullën, ju ishit mbi palët, ju do fitoni zgjedhjet, po ju premtimin tuaj që do ta bashkojmë opozitën nuk e arritët. Sot Partia Demokratike unë besoj që është e bashkuar. Kushdo që sot mendon që mund të dëmtoj, po më lët Partia Demokratike? Po si është e bashkuar? Sigurisht është e bashkuar. Tani zoti Basha ka Euroatlantike, zoti Shehaj më vete. Tani më lej që ta përfundoj diskutimin. Me sistemin aktual, edhe zoti Basha, edhe zoti Shehaj e kuptojnë që çdo vot që i hikën opozitës i shkon Partisë Socialiste. Dhe unë besoj që njerëzit do të ndërgjegjësohen deri në moment fundit, do ndërgjegjësohen deri për zgjedhje për të kuptuar që sistemi është i tillë që i gjithë potenciali, i gjithë mlefi kundër qeverisë, i gjithë inati që kemi, të shprehet me vot me mbështetje për koalicionin e Partisë Demokratike. Dhe unë jam e qartë që njerëzit e kanë marrë vendimin e tyre. Unë do doja dhe diçka të fundit për pjesën që dje ambasadori i OSBE-s në Tiranë ka dhënë një deklaratë shumë të fortë. Madje disa, nuk e di nëse jeni informuar, që e para duhet të ruhet etika politike, e dyta e quan të drejt veprimtarinë e SPAK-ut për vjedhjen ose po themi abuzimet në fushatën elektorale dhe ditën e votimit, dhe e treta dhe media të bëj punën e saj, pra partitë nuk duhet të përdorin median për aktivitetet e tyre politike. Nuk e di nëse e ke ndjekur, po e kam ndjekur pak, janë deklarata të cilat mua më duken korrekte. Sepse gjuha në fushat elektorale ka degraduar, edhe unë shpresoj që kryeministri qeveria t'i thrasin arsyes, sepse kjo retorik politike për mua përveç se është e dalë modë, është e vjetër, po është një gjuhë balte e shëmtuar që nuk i takon askujt që mendon që do e çojë Shqipërinë BE. Se për ta çuar Shqipërinë BE, sigurisht që s'kan për ta çuar. E ka nisur Partia Demokratike, do ta përfundojë Partia Demokratike. Së dyti, për sa i përket se ti e ke në fushën tënde, për sa i përket hetimit të krimit zgjedhor, unë inkurajoj çdo strukturë ligjzbatuese. SPAK-un, Prokurorinë e Përgjithshme, Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, të parandaloj, më lë ta përfundoj fjalinë dhe ti ndoshta do ta dëgjosh deri në fund, të parandaloj krimin zgjedhor,
të parandaloj blerjen e votës, të parandaloj presionin politik, të parandaloj grupet kriminale për aktivitetin e tyre në funksion të partisë në fuqi, dhe sigurisht edhe një thirrje për median, për transparencë gjatë fushatës elektorale, për transmetimin me korrektësi në fushatën elektorale, dhe unë përdor rastin me qenë se jam këtu, në të gjitha aktivitetet e mia do t'jenë të hapura dhe nuk do të ketë kasetat gatshme. Çdo gazetar që ka dëshirë të vi në aktivitetet e mia e ka derën e hapur, nuk ka as kaset të gatshme, as komandim mesazhi. Tek mua dera është e hapur dhe unë i bëj thirrje që të gjithëve, përveç atyre që do më votojnë, si Jorida Tabaku, edhe të vinë të më ndjekin aktivitetet. Një mesazh, jemi në fund, një mesazh për gjithë zgjedhësit tuaj, sepse unë ta jap të mundsi, nuk jam se më morë kështu, po më portretizon kështu si. Po 30 sekonda do m'japësh një? Po jo, këtë ta thash vetë unë pa diskutim. Për gjithë ata që të ndjekin, se je live edhe në faqen tënde, po edhe në dritare. Po, së pari njërë faleminderit për mundësinë mbas kaq kohësh. Unë ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës që të bëjnë një zgjedhje jo për një emër në listë, po të bëjnë zgjedhje për përfaqësuesin e tyre në parlament, për deputetin e tyre, për atë që do të jetë personi që do të mbrojë interesat e tyre, që do të luftojë korrupsionin siç e kanë bërë deri më sot, që do flasë për ekonominë, që do flasë për stresin e mesme dhe që do t'i përfaqësoj ato denjësisht ashtu siç e kanë bërë deri më sot. Kështu që zgjidhja është shumë e qartë tek Partia Demokratike Jorida Tabaku.